dhe përcjell një mesazh të qartë. Shoqata e të verbërve Gjakova ka përmbyllur sot javën ndërkombëtare të njeriut me shkop të bardhë pas hapjes së saj më 15 tetor, me implementimin e projektit promovimi i kulturës së të lexuarit në Braille, gjatë një aktiviteti 4 ditor në Durrës. Kështu bëri të ditur Mark Pietra, i kryetari i shoqatës, duke theksuar se qëllim ka qenë bashkëbisedimi për rëndësinë e përdorimit të shkopit të bardhë e shkrimit Braille. Shoqata e të verbëve Gjakova ka hapur javën ndërkombëtare të njerit me shkop të bardhë me datë 15 tetor, duke implementuar projektin promovimi i kulturës së të lexuarit në shkrimin Braille. Ky projekt është implementuar për gjatë 4 ditëve në Durrës, Shqipëri, dhe qëllimi ka qenë promovimi i kulturës, ku kemi bashkëbiseduar për gjatë 4 ditëve se sa është e rëndësishme përdorimi i shkopit të bardhë, njohja e shkrimit në Braille e kështu me radhë. Kryetari Pietra i tha se javën ndërkombëtare shoqata po e përmbyll me prezantimin e të arriturave të organizatës për gjatë vitit 2025, përkatësisht implementimin e disa projekteve. Sot po e përmbyllim javën ndërkombëtare të njerit me shkop të bardhë, duke prezantuar të arriturat e organizatës për gjatë vitit 2025. Shoqata e Gjakovës ka arritur që të implementojë disa projekte. Është projekti me organizatën UMCE, vendosja pajisjeve të zëmbit në infrastrukturë, është projekti me Kishën e Jezu Krishtit dhe shëqetarëve të mëvonshëm, vazhdimsi pajisja e personave të verbër me pajisje shëndetësore akustike në gjuhën shqipe, është projekti me zyrën e presidentes trajnimet në orientim e mobilitet për gjatë 4 ditëve në muajin korrik në Shqipëri, po ashtu është projekti të cilën e CEK është promovimi i kulturës së të lexuarit në shkrimin Braille me bibliotekën Pjetër Bogdani. Është edhe projekti i dytë me zyrën e presidentes Sport dhe Intergrim, dhe kështu për gjatë gjithë vitit kemi arritur realizimin një numër të konsiderueshëm të projekteve, pa lënë anash edhe projektin me Kuvendin Komunal të Gjakovës, përkatësisht Drejtorinë për Kulturën dhe Rini dhe Sport. Java e njeriut me shkop të bardhë shënohet çdo vit nga 15 deri më 22 tetor për të ngritur vetëdijen dhe për të rritur angazhimin për personat e verbër kudo në botë.